Përshëndetje. Ku jemi këtu me parashikimin e datës 31 dhjetor të 2025. Në radhë para se të fillojmë parashikimin, dua t'ju falenderoj kudo ndodheni në Shqipëri, në diasporë, edhe në Mars Podeshët. Ju falenderoj pamazh në rrugtimin tim nga janari deri në dhjetor të ditës së sotme, ku juve më keni ndjekur në çdo dritare që unë kam dalë. Dhe tani, kohët e fundit, ju e dini që unë jam në TVSH, dhe aty kam mundësinë që të shpjegoj hartën astrologjike, bushtullën astrologjike që unë e them, ose mrokullën i them kësaj këtu. E keni kuptuar këtë? Dhe sepse astrologjia për mua është shkencë më vete, dhe ajo që duhet ju them, dhe duhet ju falenderoj pamazh, që më keni ndjekur në çdo drejtim, dhe ju falenderoj shumë për mesazhet që keni shkruar. Ju falenderoj shumë për gjithçka. Ju uroj më të mirën që ju e keni në familje, në dashuri, në jetën tuaj, sepse për shkrimet e juaja, për mesazhet që juve dërgoni. Dhe ju falenderoj shumë për besimin që keni juve ndaj meje, keni treguar, por unë ju kërkoj ndjes që nuk i kam përgjigjur të gjitha mesazheve që keni dërguar, nuk i kam përgjigjur me sa kam pas mundësinë, jam përgjigjur, por duke ecur e duke kaluar muajt, ditët, javët, dita ditës, do mundohem të jem më korrekt akoma mbi mesazhet, mbi ato sepse jeni ju, pra jam unë mbi gjërat që juve dëshironi. Dhe kënaqësia, sepse sot në këtë botë që jetojmë, janë shumë pafund, por varet se cili çdo njeri beson në vetveten e vet në radhë parë dhe atë që ka përballë që i jep një shpjegim sado që tjetë, me atë mënyrën që unë kam, mënyrën që unë shprehem ndaj jush, dhe unë nuk ju kam klient një dhe nuk ju kam njerëz që flas ose nëpërmjet rrjetit, po miq, ju quaj miq sepse jeni ju që më keni bërë këtë arris deri këtu. Duhet ju falenderoj pamazh dhe unë ju uroj shtëpi dhe bukurinë në familjen tuaj. Ju uroj më të mirën në familjen tuaj dhe gëzime, shtëpi e bukuri dhe çdo gjë më të mirën e mundshme në jetën tuaj. Sepse një ditë që lë, jo vetëm që lë vend për të ardhmet afërt, që ajo është e nesërmja e 2026-s. Do flasim shumë për 2026-ën në detaje, do ndiqni çdo shenjë të veçantë që ta kuptoni, çdo shenjë që është nga 12 dekale çdo ditë ka një shenjë të detajuar, sepse ajo e bëj këtë sepse jeni mjaft dhe ajo që dua që të kuptoni dhe të falenderimi nga ana ime dhe kënaqësia që ndjej për juve, dhe dua që atë shenjë që unë e jap ta shikoni në detaje, se do jetë e zgjeruar dashi deri tek peshqit për 2026-ën. Që të kuptoni sadopak se jo gjithmonë është paraja, miqtë mi të dashur. Jo gjithmonë është ajo që nëse ti do një parashikim, paguaj merr parashikimin, jo. Kush do të dëshiroj, le të doj, nuk jam nga ato unë që hajde se po nuk shkruaj dhe nuk të jap parashikimin. Këtu mund të jap të detajuar, duhet të jap të detajuar që ti të kuptosh. Nëse ke më tepër akoma ke diçka brenda mundësive të mia, unë të ndihmoj për sa i përket në 30 ditë, sepse do jetë parashikimi vjetor, do jetë në detaje të çdo shenje, dhe këtë do të japim dita ditës, java javës, për sa i përket deri në fund, dhe besoj që do të deri në fund për një muaj, besoj që do të kemi dhënë të gjithë parashikimin vjetor të 2026-s, por do jetë i detajuar deri në fundit, deri në germën e fundit, që të kuptoni arsyen, të kuptoni gjërat që do ndodhin, gjërat që do të keni. Por i falenderim i veçantë për të gjithë juve që abonues të rinj dhe të vjetër, abonuesit që kanë të bëjnë, do të keni dhe një parashikim live, do të keni falas me emër dhe mbiemër për gjitha që dëshironi. Desha ta them këtë për arsye sepse ndjej në vetveten time ku falenderimi dhe ajo çka unë kam për juve
nuk është thjesht një parashikim, nuk është thjesht për të kaluar për të dhënë një horoskop. E keni parë vetë. Mundohem që të jemi detajist, të jemi në detaje, sepse lidhet shumë miqtë mi të dashur. Po të shikoni këtu, urdhëroni, kjo është harta. Merri me këtë. Pra është pikërisht kjo hartë këtu. Është pikërisht me këtë shikoj parashikimet ditore, javore, mujore, direkt nga këtu. Dhe kjo do të thotë hartë dhe unë e bëj para se të vi dita, para se të vi muaj, para se të vi viti, pra duke referuar busullës astrologjike. Pra e keni parasysh vetë, e keni parë vetë se si funksionon parashikimi tek Jorgo Pulla. Jorgo Pulla është firma e Jorgo Pullës, nuk është ajo çka është një horoskop. Tani, mos zgjatemi se na morën pak ato kënaqësia që është me juve dhe do jemi më korrekt dhe do mundohemi të jemi sa më të thjeshtë që të më kuptoni për parashikimin. Falenderoj shumë nga zemra për gjithçka juve më keni ndjekur në çdo hap dhe në çdo dritare që unë dal dhe kam dal dhe do dal. Tani, kjo ditë është një ditë, çfarë mund të themi për këtë ditë, është një ditë shumë e rëndësishme, data 31, që të kuptojmë pak në fushën astrologjike, do të thotë që është një ndikim ku data 31 e ditës së mërkur të 2025-ës na jep mundësinë dhe kohën e duhur mbi zgjidhje të problematikave nga më të ndryshme që kemi. Dielli në Bërqap, Hëna në Dem, Mërkuri në Shqiptar, Afrodita në Bërqap, Marsi në Bërqap dhe Jupiteri në Gafore, Saturni në Peshk dhe Neptuni në Peshk, Plutoni në Ujor dhe ndikimet të tjera që kanë të bëjnë në fusha të ndryshme. Para se të fillojmë parashikimin dhe ndryshimin që kanë bëjnë, do t'ju them që këtë ditë unë ju auroj me shpirt që t'jeni të qetë, të gëzoni, të festoni, sepse është një ditë mjaft e rëndësishme me peshë të madhe. Por një gjë do t'ju thosha të gjithëve juve. Mirë është që këtë ditën e sotme lini çelësa në shtëpi të makinës, mos i merrni me vete. Merrni një taksi. Nuk keni para, merrni një miku tuaj. Jo vetën tuaj. Dhe shkoni dhe të dëfreni, shkoni të gëzoni, edhe të pini, pse jo? Çfarë të doj shefi juaj? Dhe kjo bën që shpirti dhe zemra të jetë e pastër për këtë vit që po futet, çift viti, për të palidhurit ndikimet më dha. Tani, do fillojmë pa humbur kohë me shenjat me radhë, do fillojmë tek shenja e parë, të shenja e suksesit, që do thotë shenja e dashit. Meqense dashi duket se e ka marrë vendimin dhe mundësinë për sa i përket të çështjeve më të mëdha ekonomike financiare dhe ndryshime që do të ketë në fillim sot dhe nesër, ku gjërat janë krejt ndryshe nga situata dhe mundësitë të arta që do të ketë tani tutje. Në çështje shpirtërore, lidhje që kanë të bëjnë me Luan dhe me Bërqap, duket se ka diçka shumë pozitive, madje ideale në vazhdimsi. Vijojmë tek shenja e radhës, do thotë shenja e Demit. Fokusimi më i madh, miqtë mi, është dashuria, familja, fëmijët. Për ju që jeni në pritet për një pasardhës dhe keni pasur probleme, e keni mundësinë, kohën për të zgjidhur një problem të tillë. Nuk diskutohet, nuk e vën dyshimun që është koha juaj dhe momenti më i mirë i mundshëm. Dhe zakonisht në këtë muaj dhe në këtë fund muaj bëj ndjem, unë një uroj me shpirt. Llokumet i du se ka për të realizuar. Thoshë jo ku je, se do të dëgoj llokumet se djalë edhe është ajo që ne prisnim në qiell, por na dolin tokë. Kjo është ajo që unë gëzoj pa mas, se kur ke fëmijë e kupton dhe vetë se çfarë gëzimi ndjen. Nuk duket gjë përballë fëmijës, përballë asaj çka zhurmë e ëmbël, veshët ëmbëlsohen dhe kthjellohen. Pra është diçka shumë e madhe për ju të shenjës së Demit, prandaj mos mos shqetësoni në këtë aspekt. Për sa i përket gjërave të tjera, pak rëndësi ka familja, ekonomia, duket se është në anën tuaj. Vijojmë tek shenja e radhës, si do thotë shenja e binjakëve. Binjakët e dashur, meqense ndikimi dhe favorizimi, meqense Mërkuri ndodhet në Shqiptar, për juve të kësaj shenje duket se ka të bëjë me një takim, me një ndikim shumë të madh, por Jupiteri në ndikimin e madh që ka të bëjë dhe në fushën e biznesit dhe të karrierës, është momenti më i mirë i mundshëm në familje. Në çështje shpirtërore,
me ujor është vetjeta. Shkojmë tek shenja e radhës, që është gaforja. Për gaforet duke se Jupiteri, planeti i fatit dhe i mundësive të arta në shenjën tuaj, bini pas sepse ka diçka shumë të madhe. Kjo do të thotë që është mundësia, kjo do të thotë që është rregulli, puna, karriera, vendime, ndryshime të mëdha që do të keni, dhe kjo do të thotë që tani për tani e keni mundësinë, por edhe koha duket se është në favorin tuaj. Në çështje shpirtërore, lidhje që kanë bënë me dash, përgatituni se martesa është shumë afër, nuk ka fejes. Shkojmë tek shenja e radhës që janë luanët. Luanë të dashur, dy gjëra du të thoja sot, me kësë është festa, është ajo mas orës 12, është shpërthimi, është ajo e gëzimit, e vazhdimësisë, dhe ju uroj që deri në detaje të jeni të lumtur, sepse luanët, të gjitha shenjat, kanë ndikime dhe favorizime shumë të mëdha, sepse përgatiten për 2026 dhe janë mundësitë dhe rëndësitë të veçanta që jepni. Unë njëroj gëzuar, një vit të mbar në çdo aspekt të jetës suaj, por gjithsesi ka të bëjë shumë me mundësitë dhe rëndësitë të veçanta në fushën e karrierës dhe të dashurisë. Të dashurisë është me dash, dhe të karrierës bashkëpunime janë me bricap. Vijojmë tek shenja e radhës, si të thotë shenja e virgjëreshave. Çfarë ndodh me virgjëreshat? Virgjëreshat duket se ka një mundësi tani. Problemi ka kaluar. Nuk ka vend për të shqetësuar, por për të gëzuar në gjërat që ju e keni, në momentet që ju e keni, në kohën që juve rregulloni, stabilizoni jetën tuaj. Çështjet që keni të bëni me punën, keni të bëni me karrierën, keni të bëni me ndryshimet të mëdha që vijnë gradualisht në anën tuaj, dhe momenti më i mirimueshëm për stabilizimin dhe konkretizimin e një lidhjeje, nëse bëhet fjalë për dashurinë, një punë e re që është në bisedim me sipër, ku është pozitive dhe jo negative. Shkojmë tek shenja e radhës që do thotë peshorja. Çfarë ndodh me peshorët dhe ku peshorët kanë ata kohën e artë? Është pikërisht tani mbas vitit të ri. Do shikoni që duke filluar, ka filluar që 3 ditë para, 4 ditë, ndikimet dhe favorizimet që ju e keni, momentet dhe mundësitë janë të arta në fushën tuaj, të karrierës suaj, të biznesit dhe të karrierës dhe mundësive të arta që keni tani tutje. Një nga mundësitë që keni dhe koha e duhur për vazhdimsinë dhe korrektësinë tuaj është një moment shumë i artë dhe tepër pozitiv për të marrë vendime të rëndësishme në kohën e duhur, momenti që juve keni, periudha që juve ndodheni në gjërat që keni, është momenti më i mirimueshëm dhe tepër pozitiv. Në çështje shpirtërore, lidhje që kanë të bëjnë me binjak dhe me ujor, përgatituni. Shkojmë tek shenja e radhës, si do thotë akrepi. Çfarë ndodh me akrepët? Akrepët kanë të bëjnë shumë sot me një takim, me një vendim, me një ndryshim, një periudhë që vërtet karikoni baterit për një vit lumturie, për një vit ndryshimi dhe mundësie të artë që do të keni, por gjithsesi është një ditë shumë e rëndësishme, sepse vendimet që merren ëndrat juve shikoni janë realitet dhe jo problematike. Gjithsesi, të gjitha gjërat janë pozitive dhe korrektësia juaj bën çuditëra. Në çështje shpirtërore, lidhje që kanë bënë me gaforët e ditës së parë dhe ujor, është diçka shumë pozitive. Vijojmë tek shenja e radhës, që do thotë shigjetarët. Për shigjetarët duket se sado që të lodhen shumë, sado që kanë probleme, sado që kanë mundësi ose gjëra të kësaj natyre që lidhen me punën, lidhen me ndryshimet e një pasnjëshme që ata kanë, por është një moment i artë, është një moment që tani në këtë periudhë koha e juaj është ose vendime që mund të merren tani atutje, kjo periudhë është periudha juaj ku zgjidhet problemi, ku mundësitë janë të arta dhe koha e duhur për zhvillime dhe ndryshime. Në çështje shpirtërore, lidhjet që kanë të bëjnë me dashtë dhe ditës të parë, me virgjëresht dhe ditës së dytë që është perfektja, prandaj mos i lini pas dore, por shikoni përpara. Vijojmë tek shenja e radhës, që do thotë shenja e bricapit. Një gjë jo thotë Jorgo, jo dy, një. Puna dhe familja. Një lidhje me punën, mbyllni çështjet. Me familjen, lini kohë, se duhet kohë për tani në këtë periudhë. Por gjithsesi është momenti dhe koha e duhur mbi ndryshimet dhe takimet për sa i përket anës ekonomike, por gjërat janë pozitive dhe koha është ndryshimi. Vazhdimësia duket se gafore është ndikim më i madh, pra bricap gafore, por dhe me dash nuk ngjelet pas, sepse është koha më pozitivja e që ndonjëherë. Shkojmë tek shenja e radhës, që do thotë shenja e ujorëve. Ujorët e dashur, erdhi momenti dhe koha të keni mundësinë dhe rëndësi të veçantë
në lidhje me takimet, vendimet, ndryshimet të mëdha. Meqenëse se juve jeni pak në dilemë për sa i përket arsyeve të punës suaj, për sa i përket një takimi që do të keni tani tutje, por nuk keni pse të më shqetësoni sepse çdo gjë shkon bashkë, çdo gjë arrihet në lidhje me takime pune, në lidhje me vendimet dhe kohën e duhur mbi zhvillimet e punës suaj, mbi takimet që do të keni, por është një mundësi shumë e mirë tani e tutje ku do të shikoni që gjërat të ndryshohen dhe të arrini majat në ekonomi, sepse është pikërisht kjo periudhë, është ky moment, është momenti që vërtet juve i keni gjërat në vijë dhe momente të arta që do të keni tani e tutje, ku kjo periudhë është mjaft pozitive dhe ndikimet që kanë të bëjnë, mundësitë që do të jepen në fushën e karrierës suaj, në fushën e biznesit, ku ka të bëjë me një çështje biznesi që është momenti juaj dhe një periudhë shumë e mirë dhe tepër pozitive për të zgjidhur çështje problematike. Nuk ka vend për të shqetësuar këtu, por për të gëzuar sepse momenti është i juaj dhe koha është ajo që vendos, rregullon, stabilizon çështjet e karrierës dhe të vendimeve që do të merrni tani e tutje. Në çështje shpirtërore, lidhjet që kanë të bëjnë me Dem dhe me Akrep duket të mbara. Vijojmë tek shenja e radhës, që do thotë shenja e peshqeve. Periudha e peshqeve duket se kjo periudhë është periudha e stabilizimit dhe e punës suaj, por meqenëse keni pasur disa probleme këtë periudhë, janë probleme të vogla këto, nuk janë probleme që mund t'ju shqetësojnë, nuk shqetësojnë fare, përkundërzi keni diçka shumë të mirë dhe të rëndësishme për sa i përket punës, për sa i përket vendimit, për sa i përket ndryshimit, por gjithashtu është një moment mjaft i mirë stabilizues për ekonominë tuaj, stabilizues për gjërat që do të bëni, por gjithashtu ka një ndikim mjaft të mirë dhe pozitiv, sepse kjo periudhë është e juaja dhe momenti që juve keni duket se juve ju ndryshon shansi, fati në ekonomi, por ka dhe diçka shumë të madhe tani në lidhje me disa ndryshime që për juve mund të jetë problem, por jo diçka shqetësuese, sepse tani për tani është momenti juaj, është koha juaj ku do të keni gëzime në familjen tuaj, do keni gëzime në lidhje me ndryshimet të mëdha që do të keni, por peshqit asnjëherë nuk harrojnë ato që çfarë ju bëjnë nderin, dhe nderi kthehet me nder në lidhje me punën tuaj, në lidhje me anën ekonomike financiare dhe me disa çështje të tjera që do të keni tani tutje. Në çështje shpirtërore, lidhje që kanë të bëjnë me dëmtë dhe dishit parë, ujortë dhe dishitet është perfekta, por pak vëmendje do të bëni në lidhje me ndryshimet që bën edhe kohën e duhur për të arritur qëllimit tuaj. Këto ishin pak a shumë miqtë mi të dashur për sa përket pikërisht datës 31 dhjetor të 2025. Unë ju uroj një ditë të mbarë dhe uroj festa të mbara, gëzime, lumturi, shtëpi, begati në familjen tuaja në çdo aspekt të jetës suaj. Ju falenderoj deri më datën e sotme të 31 janar që juve më ndiqni dhe do më ndiqni në vazhdim për 2026. Nga unë Rupulla, ju uroj vetëm shëndet e lumturi. Gjithë mirat.